Migjeni, pseudonimi letrar i Milosh Gjergj Nikollës, është një ndër figurat më të ndritura dhe më të veçanta të letërsisë shqiptare. Ai lindi me 13 tetor 1911 në Shkodër, në një familje me prejardhje të përzier kulturore dhe fetare, çka ndikoi dukshëm në formimin e tij shpirtëror dhe intelektual. Që në moshë të re, jeta e tij u karakterizua nga vështirësitë ekonomike dhe shëndetësore, por edhe nga një etje e madhe për dije dhe një ndjeshmëri e jashtëzakonshme ndaj padrejtësive shoqërore. Arsimin fillor e mori në Shkodër, ndërsa më pas ndoqi studimet në seminarin ortodoks në manastir dhe më vonë në një shkollë në Tivar. Këto përvoja arsimore e njohen me kultura të ndryshme dhe me realitete sociale që do të reflektoheshin më vonë në krijimtarinë e tij. Migjeni punoi si mësues në fshatrat e veriut të Shqipërisë, ku përball drejt për drejt me varfërinë ekstreme, padijen dhe vuajtjen e popullit. Kjo përjull ndikoi thellësisht në formimin e botkuptimit të tij kritik dhe realist. Migjeni jetoi në një kohë kur Shqipëria ishte ende në hapat e saj të parë si shtet, e mbërthyer nga vështirësitë ekonomike dhe sociale. Ai nuk u pajtua kurrë me realitetin e hidhur që e rrethonte dhe shprehu revoltën e tij përmes një gjuhe të fuqishme dhe të drejtë për drejtë letrare. Në krijimtarinë e tij, ai u llazë të varfërve, të shtypurve dhe të harruarve, duke e kthyer letërsinë në një mjet proteste dhe ndërgjegjësimi. Vepra e tij më e njohur poetike është përmbledhja Vargjet e Lira, e cila u botua pas vdekjes së tij dhe përfaqëson një risi të madhe në letërsinë shqipe. Në këto poezi, Migjeni thyen forma tradicionale dhe sjell një stil të lirë, modern dhe të ngarkuar emocionalisht. Ai trajton tema si mjerimi, vuajtja dhe padrejtësia sociale. Poezitë e tij janë të mbushura me dhimbje, revolt, por edhe me një kërkim të vazhdueshëm për dritë dhe shpresë. Përveç poezisë, Migjeni ushqua edhe në prozë, veçanërisht në tregimet e tij të shkurtra, ku spikat realizimi i thellë dhe analiza psikologjike e personazheve. Tregimet si Të lindet njeriu, Bukën tonë të përditshme falna sot apo Studenti në shtëpi janë pasqyra të gjalla të shoqërisë shqiptare të kohës, ku individi përballet me varfërinë, mungesën e perspektivës dhe konfliktet e brendshme. Një nga veçoritë më të spikatura të krijimtarisë së Migjenit është gjuha e tij e drejtë për drejtë, shpesh e ashpër, por gjithmonë autentike. Ai nuk përdor zbukurime të tepërta, por fjalë që godasin fort dhe depërtojnë në ndërgjegjen e lexuesit. Në këtë mënyrë, Migjeni arriti të krijojë një stil unik që e dallon nga bashkëkohësit e tij dhe e vendos në një pozicion të veçantë në historinë e letërsisë shqiptare. Megjithatë, jeta e Migjenit ishte e shkurtër. Ai vuante nga tuberkulozi, një sëmundje e rëndë për kohën që e detyroi të ndërpriste punën dhe të kërkonte kurim jashtë vendit. Vdiq me 26 gusht 1938 në një sanatorium në Itali në moshën vetëm 26 vjeçare. Pavarësisht jetës së tij të shkurtër, ai la pas një trashëgimi letrare të jashtëzakonshme që vazhdon të frymëzojë breza të tërë edhe sot. Migjeni sigurisht që ka një vend të rëndësishëm në tërë letërsinë shqiptare dhe nëse do të bëhet le të themi një antologji që mund të përfshin edhe 4-5 autor, sipas meje Migjeni sigurisht që e ka vendin e vet. Pra, ndër 4-5 autor në tërë letërsinë shqipe. Kjo nënkupton se sidomos në periudhën letrare, në atë që quhet modernitet, Migjeni ka sjell në letërsinë shqipe
tema, ide, motive, të cilat realisht deri më atëherë në letërsinë shqipe nuk kanë ekzistuar, nuk kanë qenë prezent. Dhe si i këtill mendoj se është një nga novatorët më të mëdhenj të letërsisë shqipe. Pra, Mixheni ka arritur që në letërsinë shqipe të hyjë me një, le të themi, platformë jo të menduar, por me platformë të një shkrimtari i cili nuk i ka ngjarë asnjë autori më përpara. Dhe atëherë, atë botë kur ai ka filluar krijimtarinë e tij letrare, spakut në atë që është quajtur qarkun e Shkodrës apo qarkun e veriut të Shqipërisë të shkrimtarëve, ka pasur autoritete të rëndësishme, Gjersfishta, Ndremjeda, Koliqi e shkrimtarë të tjerë. Pra, e rëndësishme ka qenë që Mixheni të dallohet nga të tjerët, sepse si i këtill do të bëhet i dukshëm, dhe ai ka mbetur i dukshëm edhe sot në letërsinë shqipe dhe rrezaton me shumë aktualitet. Çfarë bën atë të veçantë nga autorët të tjerë të asaj kohe? Po unë e thash para se gjithash, Mixheni ka sjell në letërsinë shqipe tema të cilët kanë qenë shumica e tyre tabu. Ambienti shqiptar apo mjedisi shqiptar, ashtu siç ka dalë në letërsinë e mëparshme, ka qenë një mjedis i cili ka qenë i idealizuar. Pra, ka bërë atë shkëputjen e madhe të letërsisë shqipe nga letërsia romantike në një letërsi e cila ka tiparet e një letërsie që siç është quajtur nga shkrimtarë të ndryshëm që ka përbërë atë që quhet realizëm kritik, por unë mendoj që e ka tejkaluar atë, sepse autorët si Mixheni jo vetëm që hyjnë në modernitetin me temat e ndryshme që i ka parë çdo kund në Shkodrën e tij, në veriun e Shqipërisë, ka parë njeriu e thjesht, ka parë njeriu që ka jetuar, ka parë problemet e tija, të cilat nuk ishin të mitizuara, të idealizuara, që të gjithë ishin njerëz të mirë, njerëz të veçantë, siç i idealizon romantizmi. Pra, kjo është e veçanta e Mixhenit. Dhe e veçanta e Mixhenit është edhe për një arsye tjetër, se është nga autorët e rrallë, i cili arriti që të jetë njëkohësisht i suksesshëm edhe në poezi edhe në prozë. Janë të rrallë shkrimtarët e tij që kanë shkëlqyer në këto dy lloje të letërsisë, gjinitë të letërsisë, të cilat nganjëherë nuk janë edhe të përbashkëta, kanë edhe të përbashkëta, por kanë edhe gjëra që i dallojnë. Prandaj Mixheni, pra, mund të themi që është poet i rëndësishëm i letërsisë shqipe, por është edhe sidomos prozator i mirë i letërsisë shqipe. Dhe, si më thënë, të dyja këto gjini letrare konkurrojnë në mënyrë të pashoqe brenda krijimtarisë së tij. Atëherë mund të na flisni pak edhe për temat të cilat i trajtonte Mixheni aso kohë, cilat kanë qenë ato më të rëndësishmet? Mjerimi është kryetema e letërsisë Mixhenit. Është një temë pra aspekti social i njeriu të atëhershëm. Është një personazh, është një subjekt lirik që ai e gjen kudo, le të themi. Prandaj ai ka bërë mbase një nga gjërat që pakkush i ka bërë kësaj një nga problemet themelore të shoqërisë, siç është varfëria. Ai ka bërë një poem për varfërinë. Dhe kjo poem për varfërinë nuk është se është shpikur nga Mixheni. Ka qenë problemet sociale të shumicës së popullatës së atëhershme të Shqipërisë, të Mixhenit kanë qenë të dukshme kudo. Këto probleme pastaj tejkalojnë edhe, le të themi, aktualitetin kur ka jetuar Mixheni, janë edhe sot të kohës. Ne kemi sot probleme sociale të pazgjillura, shoqëritë që kanë hyrë, edhe për atë Mixheni është edhe sot i lezueshëm. Pra, shoqëritë që kanë hyrë brenda një kapitalizmi liberal, që është një kapitalizëm, le të themi, që politikat sociale i ka anashkaluar apo janë të pakta. Edhe sot ne kemi njerëz të cilët kanë probleme të këtilla. Sot, për shembull, ekzistojnë kuzhina popullore të cilat janë të nevojshme në për qytete të ndryshme, edhe ku jetojnë shqiptarët, flas edhe në Ulqin, edhe në Tuzë, pra që kanë
një nivel të atill. Prandaj Mixheni pra është një nga poetët i cili shikullon, si që janë shprehur, pra denoncon, ai kallzon, ai i thot pushtetit dhe është shumë, le të themi, i prerë, jo vetëm pushtetit, jo vetëm qeverisjes, po madje ai shkon edhe deri në një ekstrem duke fshikulluar edhe kultet fetare, dhe më thënë që mënyra se si trajtojnë problemet sociale dhe njerëzore, ai i sheh se i kanë trajtuar në mënyrë të gabuar. Prandaj, poema e mjerimit është një poeme cila na vjen, si të themi, me ngjyrat e saja edhe sot të dukshme. Dhe këtë pastaj ai e zgjeron për shembull te proza Legjenda e Misrit. Personazhi i Malsorit, i një Malsori sikur se e shikojmë ne, që ka krenarin, që ka dignitetin, që ka vlerat morale, që ka besen, që ka burërin, e tjerë. Bëhet një njeri i atill saqë ai madje krijon raporte të këtilla duke e quajtur si insekte të cilat mblidhen pas thërmia si thmegla, sepse çka kanë? Kanë një problem, kanë problemin e mbijetesës, nuk kanë as atë që quhet elementare në jetë, sigurimin e bukës së gojës, siç thuhet. Po. Si ka ndikuar realiteti social dhe ekonomik i kohës në veprat e tij? Po këtë çështje e hapem edhe në përgjigjet e mëparshme. Ai tashmë është një, nëse e shohim në fotografitë që na kanë mbetur nga Mixheni, ai në pamje, në dukje të jashtme duket një njeri me pamjen e tij rinore, që është i krehur me kujdes, një njeri siç thot populli që nuk trazon as mizën, një njeri i cili, domethënë, është i tërhequr në veten e tij, në pamjen fizike flas, përmes atyre fotografive që ka. Po ai është njeri që ka brenda vulkanin. Dhe jo me kot është ai grushti i tij, thot, si nuk kam një grusht të madh dhe ti bie malit i cili nuk bezan. Pra është një njeri i cili trondit me temat e tija. Trondit në shoqërinë e atëhershme shqiptare. Që madje edhe sot mund të krijohet dhe mund të lexohet që temat e tij mund ta vi. Çfarë po bëjnë elitat politike të sotme, elitat qeverisë ku jetojnë shqiptarët? Mos harroni që nga viti 1990 këndej së paku, në bazë të statistikave, 1/3 e popullsisë shqiptare së paku është detyruar të ikë. 1/3 e popullsisë është një diçka. Sot thuhet se shqiptarë më shumë jetojnë jashtë trojeve etnike të tyre se sa jetojnë brenda. Dhe kjo është pasojë e pikërisht atij grushtit të fortë që ende ne nuk kemi arritur që të të ndërtojmë një jetë të sociale, të jetueshme për njerëzit. Dhe Mixheni pra është ai autori i cili te i kalon kohën e vet. Prandaj risitë e tija, prandaj moderniteti i tij që kalon nganjëherë edhe në melankoli, që kalon nganjëherë edhe në rezignim, ai i rikthehet, le të themi, asaj që ka proklamuar në veprat e veta Nietzsche, ai edhe ka ngjashmëri madje me autor të modernitetit që kanë krijuar modernitetin e poezisë botërore, siç janë modernistët Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud e të tjerë. Pra është një poet kompleks dhe është një poet i cili rrezaton dhe ka nevojë, mendoj, edhe pse janë bërë studime për veprën e Mixhenit, ka nevojë që të rishikohet vepra e tij, sepse për aq sa ka shkruar Mixheni, domethënë faktikisht ka shkruar 2 vepra. Është bot e motiveve e ideve që vlon, që shkon prej një skajet në skaj tjetër dhe pothuajse nuk lë tema sociale, tema paprekur. Mirë, atëherë ndër poezitë e tij, të cilat janë shumë të bukura të gjitha, në fakt cila është më e vlerësuara në letërsinë shqipe dhe cilën e vlerësoni ju si më të mirën e Mixhenit? Unë i përmenda, besoj se poema e mjerimit, recitali i Malsorit, Pak dritë, o shok, o vlla, o mik, është një nga poezitë më mbreslënëse sepse ai nuk kërkon pak dritë vetëm për veten e tij. Është një poet që studiuesit kanë vrejtur që ai është dyfish
le të themi, i përfshirë edhe në shëndetin e ligë që keq që ka pasur. Është një poet që vuan jo thjesht vetëm për fatin e tij të keq të le të themi shëndetësor. Pa është një poet që ndjen gati Mixheni mund të konsiderohet që ka bërë xhevahir. Edhe luli i Vocër po të shikohet në mënyrën e vet. Është një nga skicat që realisht ajo që thuhet që opingat e lulit kanë me ngranë mësuesin, edhe sot e hanë mësuesin. Pse e hanë sot mësuesin? E hanë mësuesin sepse mund ta përkthejmë dhe letërsia e Mixhenit rrezaton në mënyra të ndryshme, në kahe të shumë anshme. Pse rrezaton edhe sot? Sepse çfarë arsimit po bëjmë ne edhe sot? Ndonë se problemet që nuk janë problemet sociale, aq të mëdha, aq të shumta siç kanë qenë në kohën e Mixhenit. Po çfarë arsimit? Ne po krijojmë një gjenerat ose gjenerata të tëra të njerëzve që po i krijojmë vetëm me diploma dhe jo me dije. Dhe për çfarë angazhohej Mixheni? Mixheni angazhohet për vlera të vërteta. Për vlera të vërteta që bazohen jo në këtë rënim të jetës sociale të njerëzve. Galeria e personazheve të tij është nga më të ndryshmet. Ai madje edhe prek tema tabu e tjera, po mbase do t'i trajtojmë në vazhdim të bisedës. Ndalemi pak edhe tek përmbledhja vargjet e lira. Cili është mesazhi thelbësor që Mixheni ka dërguar përmes vargjeve të tij? Realisht Mixheni është një shkëputje e madhe nga letërsia deri atëhershme. Dhe kjo shkëputja e madhe ka ndodhur jo vetëm në përmbajtje, por edhe në formë. Është e vërtet se Mixhenit pastaj me kalimin e kohës i kanë veshur jo është një pararendës i realizmit socialist, po këto mendoj se janë pallavra, janë broçkulla, sepse ai nuk ka qenë, ai madje ka qenë i lidhur më shumë me simbolistët dhe dekadentet, siç i përmenda francez, sesa me ndonjë rrezatim që mund të ketë ardhur nga Bashkimi Sovjetik apo etj që është krijuar më vonë apo nga ajo që quhet realizëm. Filli i këtij problemi mendoj se është këtu. Mixheni ka krijuar, para së gjithash ka krijuar një shkëputje të madhe, siç e thash, dhe vargjet e lira çfarë janë? Janë jo thjesht vargje të lira sepse nuk po përdor tash me rima e me, domethënë, fjalë për publikun e gjerë që përputhen në fund të vargut, por është vargje të lira që nuk kanë cenzurë. Jo me kot një pjesë e krijimtarisë së Mixhenit nuk është botuar gjatë kohës, apo është botuar dhe është ndaluar dhe është botuar me vonë pas ikjes së tij nga kjo jetë. Pra, vargjet e lira janë një laborator i tij që është krijuar madje edhe në mënyrë të pavetdijshme në ndërdijen e tij, sepse unë jam i mendimit që poeti nuk krijohet, po lind poeti. Nuk ka shkollë që të bëj poetin. Që ai ka zbërthyer të gjitha rregullat ose shumicën e rregullave për të sjellë në letërsinë shqipe edhe për ta shpëtuar letërsinë shqipe në një farë mënyrë, për ta afruar madje edhe me modernitetin ndërkombëtar, me modernitetin evropian. Dhe kjo është, domethënë, një nga të mirat mbase në letërsinë shqipe. Paradoksalisht, ikja e tij nga jeta në mënyrë aq të hershme ka shpëtuar letërsinë e tij, ka shpëtuar vlerat, sepse nuk e di se si do t'ishte sjell Mixheni në një pushtet diktatorial që pasoi më vonë. Po, këtu dhe do të ndalemi. Poeti pati një jetë shumë të shkurtër për shkak të sëmundjes së tij të rëndë, pra që i mori jetën, por si ka ndikuar sëmundja në krijimtarinë e tij dhe në veprat e tij? Ka ndihmuar atë që ta shikojë më mirë jetën asë kohë sociale dhe mirimet? Fillimisht Mixheni, nëse i bëhet një studim mbase kronologjik, po kjo do kujdes. Mbase në fillimet e krijimtarisë së tij ka pasur edhe nota, le të themi, jo optimiste, po mbase pak më neutrale, pak më
le të themi, me një idenë se poezia dhe konkretisht këtë krijimtaria e tij mund të ndikojë edhe në ndryshimin progresiv të jetës. Mirë po, nëse shihet krejtësisht ajo poezia e tij, skicat e tija, tregimet e tija, novelat e tija, Mixheni është një nga autorët i cili këmbgul në atë që është e dukshme. Smundja ka pikpamje të ndryshme, tash unë nuk jam studiues që kam bërë ndonjë vepër për Mixhenin, por në bazë të leximeve të mia që kam bërë, të studimeve për Mixhenin, edhe në bazë të pikpamjeve në bazë që dalin nga poezia, smundja e tij ka ndikuar në krijimtarinë e tij. Ai ka hequr dorë nga projektet e mëdha, që me idenë se jeta mund të ndryshohet. Ai ka menduar se poezia, duke denoncuar këto gjëra, do të thonë probleme sociale, ekonomike, problemet madje edhe të moralit të familjes, mund të themi moralit të rrejshëm të familjes shqiptare, sepse duhet folur edhe për këtë. Do të thonë, ai ka denoncuar këto gjëra, por nuk ka besuar se elitat politike mund të ndryshojnë elitat qeverise, përkundrazi, ai ka fshikulluar. Është një nga shkrimtarët në një farë mënyrë që në këtë drejtim mund të shihet edhe me idenë se shtetet shqiptare, dy shtetet shqiptare, nuk i kanë krijuar elitat politike, apo nuk kanë krijuar atë idenë për dy shtete shqiptare, nuk i kanë krijuar elitat politike qeverisëse, ose para së gjithas, por ne i kanë krijuar pikërisht elitat kulturore e para së gjithas shkrimtarët. Shkrimtarët më të mirë kanë krijuar atë dhëun shpirtëror të shqiptarëve, rilindësit, atë dhëun e parë të shqiptarëve, Shqipërinë. Shkrimtarët po ashtu dhe studiuesit e letërsisë po ashtu kanë krijuar atë idenë dhe nevojën për atë dhëun e dytë të shqiptarëve. Dhe Mixheni rreshtohet në mënyrë të tërthort, nëse bëjmë këtë trekënd lidhjesh, rreshtohet se janë pikërisht ata poetët që thonë të vërtetat e dhimbshme, padyshim. Atëherë ndër udhëtimet e Mixhenit ka qenë edhe udhëtimi nga Shkodra në Tivar. Si ka ndikuar idetë dhe frymëzimi i tij në lidhje me këtë udhëtim? Po është vërtet, kjo edhe është vërtetuar nga studiues që janë marrë. Vebi Bala për shembull ka bërë një monografi të gjerë, një studiues nga Shkodra, një monografi interesante për veprën e Mixhenit. Edhe studiues të tjerë që janë marrë me Mixhenin kanë sjell faktin se ai gjatë verës, duket se një pjesë të kohës së tij e ka kaluar nga Shkodra, sepse i ka jetuar e motra në Tivar, pra, edhe ka udhëtuar nëpër këto vise, besoj që do të ketë kaluar edhe nëpër viset shqiptare, të anës së malit, të asaj pjese që lidhet që është midis Tivarit dhe anës së malit, që quhen Merkat, dhe nuk është e çuditshme që ndonjë nga motivet i ka marrë edhe nga ajo që ka parë në këto. Pra mbase një stërgjysh i yni, apo stërgjyshe mund të ketë pasur edhe komunikim me Mixhenin. Dhe çka do të thotë kjo? Do të thotë sepse letërsia që është krijuar në Shkodër ka pasur një ndikim të padiskutueshëm edhe në trevat si Ulqini, edhe Tuzi, sepse është një zonë pothuajse e përbashkët. Jo me kot për shembull treva të ndryshme, ju e dini, ekziston një malsi, në Maltezi ekziston një malsi në Shqipëri. Ekziston një 34 e treve së anës së malit që është në brenda kufive të malit zi edhe 1/3 ose pak më shumë në Shqipëri. Kështu janë ndarë zonat dhe Mixheni i ka shkelur me këmbë këto zona, sepse është një nga poetët i cili ka bërë një jetë shumë aktive brenda edhe smundjes së vet, edhe brenda, si të themi, motiveve që na jep pastaj letërsi, që mund t'i lexojmë. Ai ka parë pra njeriu, ka parë problemet e njeriu. Kështu që Mixheni ka pasur pastaj edhe farefis që
kanë jetuar edhe këtu në Ulqin, dhe ka njohur mendoj që ka qenë një poet I cili ka njohur edhe gjuhën atëherë që është quajtur, po tash po I themi malazeze, e ka ditur, por shkrimtari identifikohet sepse ka pasur mbasi edhe ndonjë përpjekje të tërthort për të parë se Mixheni ju takon shqiptarëve, po na takon edhe ne. Që shkrimtari është pronë të gjithëve, sepse ai me veprën e tij, ai vjen përmes përkthimit, domethënë është pronë çdo lexuesi, që është gjë e mirë. Por shkrimtarin e identifikon gjuha në të cilën shkruan, para së gjithash. Për të përcaktuar atë që quhet përkatitje gjuhësore të letërsisë që I takon. Por Mixheni mendoj, ka pasur edhe përkthime, ka edhe përkthime të Mixhenit që janë interesante, për shembull një përkthim në bullgarisht, besoj që duhet këtë qenë në bullgarisht, ka pasur shumë sukses, pra që tregon se temat që I ka trajtuar edhe letërsinë që ka bërë Mixheni ka qenë e komunikueshme edhe me lexues të tjerë. Çfarë mund të mësojnë të rinjtë e sotëm nga vepra e Mixhenit? Cila është këshilla bazë që Mixheni ka lënë trashëgimni në veprat e tij për të rinjtë e sotëm? Mu më pëlqen t'i referohem një thënie të një shkrimtari, s'po e përmendi me emër, sado që mund përmendet edhe me emër, po me pëlqej në një nga përurimet që janë bërë pikërisht në këtë librari, po I thot ai moderatori si shkrimtar që je në përurimin e një libri të tij, cilat janë këshillat që mund na japësh. Ai thot, unë nuk kam asnjë këshill. Edhe pse nuk kam asnjë këshill? Sepse thot po ju tregoj thot konkretisht. Është një fëmijë im thot që ka thot një 3 djem thot aty thot. Unë thot s'komunikoj me të, jetoj në pallat siç thonë në Shqipëri, siç ju e dini, pra në një godinë. Edhe interesant ata të 3 fëmijët e tij të edukuar, të mirë, të sjellshëm, krejt me punë, të angazhuar, qyshtri, edhe po I them tha atij fëmijët, "More, çka ju ke thonë ti këtyne? A ban me ditën që me të marr ty si shembull për më ju thonë edhe unë fëmijëve të tij, ti e mi." Ai thot, nuk ju kam thonë asnjë gjë. Që është pak paradoksale. Por, megjithatë, nga Mixheni mund mësohet shumë, po duhet ditur të mësosh nga Mixheni. Kjo është e rëndësishme. Mixheni ka ndërtuar atë që e quhen Kadareja, uraganin e ndërprerë. Ai brenda një kohe, Mixheni ka shkuar pa I mbushur 30 vjet nga kjo jetë. Ai brenda një kohe aq të shkurtër ka arritur ti artikuloj problemet sociale, shoqërore, psikologjike, morale, të familjes, problemet të shoqërisë shqiptare, problemet madje edhe se ka duhet të shkojnë shqiptarët përmes letërsisë së tij. Ai ka parë, letërsinë franceze, si një nga modelet, Baudelaire. Ka ndërtuar një lloj, le të themi, harte në perspektivë se shkrimtarët më të mirë, sado që unë mendoj se duhet të jenë të ndërthurura, edhe fantazia, edhe realiteti, shkrimtarët më të mirë, din të artikulojnë problemet kryesore të jetës. Dhe po ta marrim tash, Mixhenin ta heqim vitet kur I ka shkruar, kohën kur ka jetuar, dhe po ta vejmë në një realitet të sotëm, unë mendoj që shumica e problemeve, temave, motiveve që I ka trajtuar mund të funksionojnë, janë aktuale edhe sot. Ne kemi një moral të rrejshëm, realisht, në shumicën e rasteve. Kemi një shoqëri që nuk kemi vlera, ose në shumicën e rasteve, me përjashtime, kemi mungesë të vlerave të vërteta. Sot njerëzit nuk çmohen sa ka këtu, por çka ka të veshur, çfarë makine drejton, a ka një 2-3 patundshmëri, dhe pastaj pikpyetja është si I ka fituar ato patundshmëri. Dhe pikërisht pra ajo shoqëria që Mixheni e quan të kalbur, ka elemente të shoqërisë së kalbur. Sot vlerat janë bërë antivlera është bërë vlerë. Dhe pikërisht këto I promovon shumë Mixheni, prandaj të rit mund të mësoj shumë nga Mixheni. Mirë, të kthehemi edhe një herë tek stili të shkruarit të Mixhenit. Si e përkufizoni ju stilin e tij? Unë jetoj midis studiuesit dhe krijuesit.
Mendoj se Mixheni është një nga ata autorët që nuk hyn le të themi brenda një kostumi dhe nuk I qëndron brenda një kostum I cili do t'i rinte mirë ati, do t'i rinte në mënyrë të natyrshme ati. Pra, unë mendoj se ai vetë ka krijuar më shumë atë që quhet stil, jo brenda rregullave dhe formacioneve letrare. Prandaj edhe shkrimtarët e mirë janë ata të cilët janë kundër rrjellës, si do të thoshte poeti I ndjerë tashmë Basri Çapriqi, që unë edhe disa autorë të tjerë kemi parë gjëra të përbashkëta me Mixhenin. Nëse je kundër rrjellës të letërsisë, kundër atij stili, nëse sjell gjëra të reja. Për shembull, Mixheni ka sjell komunikimin normal, po komunikimin e thellë midis personazheve. Ka sjellur vargun që le të themi mund të lexohet si një letërsi e cila është reale, por në të njëjtën kohë është edhe psikologjike, në të njëjtën kohë është edhe një lloj rezignimi. Pra, letërsia e Mixhenit mendoj që më shumë krijon formacione të veçanta, sepse formacioni, çfarëdo qoftë ai, mund të përthekojë, mund të rrumbullaksojë krijimtarinë e tij. A mendoni se sistemi arsimor jep vendin e duhur në klasa, pra në kurrikulën e shkollës? Mixheni mësohet në kuadër të programeve të gjuhës e letërsisë shqipe, mësohet edhe në shkollën fillore, në shkollët e mesme, por mendoj se këtu ka një problem. Në problemi se si mësohet letërsia shqipe, madje ka më shumë se sa një problem. E para, nxënësi duhet të mësoj jo ku ka lindur Mixheni, këtë duhet ta ketë si informacion, po të di të mësoj të interpretoj veprën e Mixhenit. Ky është problemi I parë. Edhe në mënyrat se si janë shkruar tekstet shkollore, deri më tash, unë jam edhe autori I disa teksteve shkollore, ka ekzistuar një lloj metode që është dhënë rëndësi aspekteve që lidhen me jetën e autorëve. Dhe kjo është dhënë madje edhe në mësimdhënie. Ky është pra problemi tjetër, që është dhënë më shumë rëndësi jo asaj çka është esenciale, thelbësore. Nxënësi duhet të mësohet të interpretoj veprën e një autori. Për aq sa është e mundur në shkollën fillore, sigurisht ka metoda nga më të lloj-llojshme që mund ta bëjnë të mundshme këtë. Jo duke mbajtur fjalime mësimdhënësit, sikurse kanë mbajtur fjalime, po mësimdhënësi duhet të jetë një tip moderatori, të marrëdhënies së veprës me nxënësit e tjerë. Mandej problemi tjetër është edhe ky. Në programet shkollore të letërsisë që I mësojnë nxënësit flas atë që I njoh më mirë mbase këtu, po edhe në Kosovë, në Shqipëri më pak, jepet rëndësi numrit të autorëve. Mendoj që është më mirë, megjithëse ka mendime të tjera që të mësohet letërsia, të mësohet, domethënë informacione bazë për veprat e ndryshme të sa më shumë autorëve. Unë mbase mendoj se duhet të jepet përparësi disa autorëve, sidomos për shembull në studimet e specializuara në universitet, në masterat, po, domethënë duhet të mësohet. Unë për shembull Mixhenin mbase do ta bëja provim të veçantë. Kadarein do ta bëja provim të veçantë, Mehmet Krajën, provim të veçantë, Fishten, provim të veçantë. E jo të mësohet në mënyrë panoramike. Pra, ideja është që të përqendrohemi më shumë në stilin, në gjuhën, në anën kompozicionale, sigurisht edhe në temat dhe motivet. A mendoni se figura e tij dhe vepra e tij është lartësuar dhe vlerësuar aq sa duhet në letërsinë shqipe? Mendoj se Mixheni janë vrejtur vlerat e veprës së tij, sado që ka autor për shembull që Mixhenin
nuk e pranojnë. Ka autor të rëndësishëm për informacionet që i kam unë, dhe me thonë informacionet të tërthorta, sepse këto nuk thuhen edhe publikisht, por Migjeni mendoj se është vlerësuar, janë dhënë disa epitete që ai nuk i ka pasur, si pararend si realizmi socialiste, poet revolucionare, dhe janë termat që nuk shkojnë me letërsi, nuk janë të shpikura nga letërsia, sidomos revolucionare tjere. Sado që ka pasur ide, le të themi, ide të skajshme përmes veprës së tij. Është i vlerësuar, por letërsia shqiptare realisht, dhe këtu po bëhet shumë pak, edhe përgjithsisht studimet gjuhësore nuk janë në nivelin e duhur me përjashtime, sepse edhe ka vepra të mira, ka autor që janë serioz, më thonë në studime letrare, në studime edhe gjuhësore, nuk i jepet rëndësia e duhur për çfarë arsye, sepse nuk kanë mbështetje të duhura nga taksapaguesit që nënkupton nga qeverit. Për shembull, unë nuk di, për shembull këtu, te shqiptarët në Malin e Zi, përveç këtyre nga konkurse të ndryshme që janë, që për shembull një institucion publik, nuk flas për fonde të ndryshme ose përmes konkurseve të ndryshme që shprehin, që shpallin ministritë të ndryshme, po një institucion publik ka financuar për shembull një projekt gjuhësor apo letrar. Dhe kjo tregon se ne shqiptarët realisht edhe në Ballkan edhe të gjithë bashkë nuk mund të bëjmë prodhime të atilla që mund të bëjmë të njohur në fushë të industrisë, të ekonomisë, që mund të bëjmë të njohur në tërë nivelin botror. Por, Kadareja është bërë në nivel botror i njohur. Jo sepse ka pasur, kjo është relative, ka dhe mendime të ndryshme, po jo sepse ka pasur mbështetje çapo dion nga kush, por nga genialiteti i tij. Dhe për së fundmi, nëse do ta përshkruanit Migjenin me disa fjalë, cilat do të ishin ato? Me shumë talent, me shëndet të keq, që në një farë mënyre i ndërpreu jetën, por shpëtoi letërsinë e tij. Migjeni mbetet një simbol i revoltës intelektuale dhe i ndërgjegjes kritike. Ai nuk i pranoi kompromiset dhe nuk heshti përballë padrejtësive. Përmes veprës së tij, ai na kujton se letërsia nuk është vetëm art, por edhe përgjegjësi shoqërore. Migjeni na fton të reflektojmë, të ndjejmë dhe të veprojmë. Figura e Migjenit ngrihet si një dritë e fortë në historinë e kulturës shqiptare. Edhe pse jetoi pak, ai arriti të thotë shumë. Fjalët e tij vazhdojnë të jehojnë duke na sfiduar të mos pajtohemi me padrejtësinë dhe të kërkojmë gjithmonë një botë më të drejtë dhe më njerëzore. Migjeni nuk është vetëm një shkrimtar i së kaluarës, por një gjurmë zëri që thërret edhe sot, me të njëjtën forcë dhe aktualitet.